Djem përshëndetje, kërkojmë falje se dje kena mungu si na kon knej, si na kon në Prishtinë, respekte pa fund për juve, shikues të nderuar. E keni pa të Raifi besoj lojen, këtë fitorin kon për bënen, sot e ka veç një best of one edhe një best of trash. Ekipa Bad News Eagles, kundërshtarët si gjithë, 5 Rus, ekipa RHB me ekzekutor Kiro, Zini, Kinki edhe Teksi. Pra këta janë 5 lojtarë kundërshtar në mapën Ancient. Shojmë kontaktin e parë tek Flatro në pozitën e Heaven nga Elbow. Mjaft mirë të një trejti shpejt prej sinopsit, anën tjetër Rigon që kam beti vetëm në offside apo donat në hold, eliminot Ginci. Afrot edhe Sener tashmë në ndi për sinopsin. Përshëndetet kundërshtari i fundit Zini. 1-0 bëneja. Hashdoj me njëre me raundin e dytë. Shojmë një call pej sinopsit edhe me senerin në mid. Pra janë 3 lojtarë në hold për mid. Po e shojmë në anën tjetër një rush play nga ekipa e RHB. Afro në offside drejt senerit. Sener që vazhdon dhe nuk lejon as edhe plentin e bombës për lojtarin e 4 që u eliminua pra kundërshtari Teksi. Super Sener 2-0. Ishte një full iko nga ekipa kundërshtare, tashmë në full buy me 4 kalasha, një Galil prej kundërshtarit apo lojtarit Kiro. Është i vetmi në full utilities pra këtu lojtari Kiro. Përleshoj fleshat për bashkëtarët e ti ekzekutor dhe lojtarit tjetër Teksi. Po mbledhen në med dhe në timing do të arrin të kenë kontrollën e midit tashmë ekipa e RHB. I vetëm në hold për med është Rigon, i cili e lëshon edhe Neidin drejt midit, nuk ka ndonjë damage nga ana e Rigon për kundërshtar. Shojmë lojtarin Zini, pra kemi edhe kontrollën e Bananas nga ekipa kundërshtare. Anën tjetër i vetëm Flatro në hold për B. Në X-ray shojmë edhe Kinkin. Në anën e majtë të bës, do tjetë kjo fatale për Flatron. Nuk ka ende info për vendodhën e kundërshtarit Kinki. Eliminohet Sinops. Full push drejt amenit janë dyshja Sener dhe GX. Shojmë lojtarët tanë në double MP9 play. Dy lojtarë që bafro në cave. E po ashtu C4 në banana, ku ndodhen edhe 2 lojtarë të tjerë nga RHB, eliminohet lojtari Lurk, Teksi nga Sener. Dhe shojmë aksionin që do zhvillohet pra këtu në both side. Mjaft mirë Rigon, vjen ndihma për Flatron. Vazhdo Rigon. Offer për një triple kill, mbetet i vetëm kundërshtari Kiro, pra suporti i ekipës RHB nga prapa afro GX, një bejt i vogël këtu për Ginci nga ana e Sener, mjaft mirë, eliminohet Kiro, tjetër pik për Bad News Eagles, pika e tretë ekipës son. Super i tej kjo për në both side dhe një hold mjaft i mirë i Flatros dhe Rigonit. Në timing të sakt afrot edhe Rigon, i cili realizoi double killin, ishte shumë afër për triple kill. Ta shdoj me insta smoke drejt elbows nga Ginci. Tjetër full buy nga ekipa kundërshtare në mungesë të kalashave, pra i shojmë një Mac 10 dhe 4 Galila nga ekipa e RHB. Pro të regon Sener dhe GX drejt midit. Njëti call nga Sinopsi sikur se më herët. Tashmë është Sener që do të qëndroj këtu në mid. Është vetëm një lojtar ekzekutor. Tashmë po lëshon edhe kjo lojtar pozitën e elbows apo në mid. Vazhdon ekipa e RHB me play për në offside. Një line-up to nga dyshja Sener dhe Rigon që tentojnë të eliminojnë bombën. Nga thmi GX vjen kill i parë nga Bad News Eagles. Eliminohet Kiro. Për të i smokut ja del Ginci për eliminimin drejt kundërshtarit Kiro, Teksi dhe Zini. Dyshja shumë afër
në hold për Temple, një support edhe nga lojtari tjetër ekzekutor. E shohim Bad News Eagles, se cili lojtar me nga në eliminim këtu. Një super lojë djemve. Është i vetmi Jax me double kill. Pika 4, tjetër retake nga ekipa jon tashmë në offside. Një fillim mjaft i mirë për BNN. Raundi i 5, mos harrojmë edhe njëre me ju tregu për krejt juve që tash keni në channelin e Gjocit, pra është një best of one kjo loj. Dhe të luhet vetëm mapa Ancient. Nëse arrim me fitu, do vazhdojmë me lojën e fundit për sot, pra një best of trash. Dhe shohim pastaj cilat do të jetë ekipa kundërshtare që e pret Bad News Eagles. Nëse arrin ta fitojnë këtë lojë pra në Ancient. Ndryshim, është raund e shohim me spawn plays nga ekipa e BNS është Synops që zavencon flatrën në hold për bëj vetëm. Ishte pikërisht flatrën në killin e parë në këtë round. Eliminon kundërshtarin Texi këtu flatra. Vazhdojmë me aksionin tjetër, tash me eliminohet Synops. Do presim dhe një trade nga Genci. Ka dy lojtarë kundërshtar, Kinky dhe Zini, që qëndrojnë brenda kevit. Ekzekutor me një rotate nga pozita Elbows në T-spawn për në bomb main. Lojtari tjetër Kiro, pra 4 lojtarë që kanë bejt nga ekipa kundërstare këtu me pozitën e bomb mainit dhe pashtu kevit. Ky play bën ai si gjithmonë me boost tek boksi i kevit që me një flash arrin të eliminojnë aty flatrën dhe Gencin. Dysha kundërshtare ku njëri nga ta është ende gjallë, pra lojtari Zini futet Rigon këtu në kev, një timing që e bërcil Rigonin. Zini vëmendshëm në hold për Rigon. Në anën tjetër Sener do të qëndrojnë në offside dhe në fund këtu Qaza. E menduar kjo prej Rigon që ka ndoshta ndonjë rotate nga ekipa kundërshtare. Rigon ka dëgjuar një flash dhe hapat e lojtarëve kundërshtar që po futën në offside, eliminohet tashmë Rigon, mbetet i vetëm Qaza. Një kundër 3 kjo situatë. Do të jetë e vështirë kjo për Cenere, mbetet të shihet, do të shkojë deri në fund, por këtë round në retake të boss Cenere. Një flash për në long, dëgjohet tashmë edhe Sener nga lojtarët kundërshtar, Zini Kiro, dysha brenda kevit. Një backup për lojtar tjetër ekzekutor që shikon ende në side. Sener double kill deri më tash. Është ende gjatë të Qaza, nuk ja del deri në fund, nice try. Ishte shumë afër për një super clutch Qaza. E pam një spray transfer drejt lojtarit tjetër pas kill të parë në cave, pra në eliminimin e dytë te kundërshtari ekzekutor që qëndronte në boss side. Nice try Sener. Pika e parë e ekipës kundërshtare Rush B. Një tjetër full buy shohim nga ana e tyre, por me double Mac 10 do të jetë ky play nga pesja e Rusve. Zini i vetëm që po e vazhdojnë lojën e hold për Banana. Kiro në support për dyshën në med, probleme për Bad News Eagles. Sener mbetet po një timing goal ashtë mirë, arrin ta menaxhoj mjaft mirë situatën Sener. Eliminohet në fund po ashtu dhe flatrën nga lojtari i Bananas, pra e pam qysh në fillim lojtarin Zini. Mbetet vetëm Rigon, Jax dhe Synops kundrejt 4 lojtarëve të ekipës Rush B. Shë një split të vogël nga Donat dhe Amen. Mis shot nga lojtari Texi. Largohet Kiro. Vrapi shpejt për në T-spawn. Rigon me full info. E një call i shpejt për Gencin dhe Synopsin nga Rigon. Është dënë aty dhe në fund Rigon, pra drejt T-spawn për në bomb main. Eliminohet Synops. Është kundërshtari Zini me një tjetër kill në fillim drejt flatrës, tashmë edhe në Synopsin. Headshot i shpejt Mat Galil nga kundërshtari Zini. Kiro në ndjekje për Rigon që dhe në fund realizon killing të kundërshtari Kiro. Kërkohet edhe eliminimi i Gencit, të cilit i duhet pra që të vazhdoj lojën por në save të AVP-s GX.
Realizohet pra save AWP-s nga Jax. Insta smoke drejt elbows në ndim për dyshën Rigon dhe Sener. Do të kemi tjetër play. Play në gjajsëm sikur se më herët me 3 lojtar në kontroll të midit. Në këtë round rush B me një ndryshim. E shohim vetëm një lojtar do tjetë. Lojtari exekutor. Në tentim për kontroll të midit që ja del. Kinki futet në cave. Kërkohet Flatro. Bllokon pozitën e cave-it me një smoke të Flatro. Shohim edhe sinopsin i fokusuar në ndim për Flatron. Kemi edhe një tjetër smoke dhe molotov nga ana e sinopsit. E shohët ky smoke drejt cave-it, e njëjta pozitë sikurse më herët nga Flatro. Red room, pozita e agencit. Shohim në sniper i ka këto lojtarët kundërshtar. Jax. Eliminohet sinops. Përsëri kundërshtari Zini në entry kill edhe më herët në raundin e kaluar. Dy lojtarë në Amen, dy të tjerë në donat nga ekipa kundërshtare. Eliminohet aty Tixi dhe Kinki. Vazhdon Sener dhe Jax. Ndi për të qasën kemi edhe Flatron këtu. Mesim Senerin, mjaft mirë. Arrin atë kill. Sener, gjithçka barabar 2 kundër 2. Flatro dhe Jax. Eliminohet një tjetër lojtar për Zini nga Juan Flatro. Është ende gjallë Flatro, pozita e tij në headshot. Në default të sajtit. Tentim nga ana e agencit, find the kill. Flatro, nga mirë, ai flash në supportu për Flatro nga ana e agencit. Kundërshtari ekzekuton në vetëm 7 HP. Ka një one tap të lëshoj lojtari kundërshtar. Eliminohet mjaft mirë nga Flatro. Super Flatro triple kill. Ky round i fituar nga Juanita. Shohim atë tabelën, 9 killa nga Sener. Qysh në raundin e dytë, pra në hold për asaj qaza, në çdo round arriti me pas nga një eliminim. Po ashtu dhe ai tentim për retake 1 kundër 3 situata e Senerit. Po pra një timeout call. Tashmë jemi live këtu. Ky rezultat me 3 pikë para. 5-2 për Bad News Eagles. Sinops dhe Flatro që e fillon lojën e hall për pasaj. Shohim se çka po do kronometër Jax me super ram boost. Në avën që arrin të eliminoj 2 lojtar kundërshtar. Ishte edhe Rigon me një eliminim. Tashmë kemi edhe Flatron me një kill. Betet vetëm kundërshtarët Tixi. Një round i humbur në mënyrë mjaft të shpejt nga ekipa kundërshtare Rush B. Në munges për full buy ekipa e rusëve, do vazhdojnë këtë round vetëm në pistols, pra me një P250 apo double P250 dhe 3 tek 9. Shumë skokat në drejtim të midit nga ana e tyre. Bridhen në këtë pozit, pra në elbow. Do vazhdojnë në explode drejt Regonit, lojtarët kundërshtare. Shohim Regon që shëndron ender në smokto dhe bllokohet një lojtar kundërshtar në Regonit. Nga Sener në ndim aty, vazhdon Seneri, double kill. Ndërpërgjigja prej Molotovit, Sener, triple kill. I qazës në Amen kemi lojtarin Tixi që realizon këtu një double kill, po ashtu dhe Kiro. Shohim në pistols jump shot ishte nga lojtari Tixi. Kiro që ndëgjon tashmë edhe hapat e agencit. Ne shohim Jax është afruar në donat. Kiro në section në pistols Rush B, çfarë roundi thrown nga Bad News Eagles. Vetëm me vetëm 2 lojtarë ishte situata 4 kundër 2. Nuk arrin ta menaxhojnë raundin deri në fund.
Na hini ujë djem. Eliminohet Sener në full peak. Qaza drejt midit. Lejtari i Elbows, lejtari exekutor pra në entry. Wallbang kill nga GX. Shojmë Gencin dhere më tash një super loj nga ona e tij. Shtari Kero në AVP play do tjetë në këtë round deri në fund. Kinky, dyshja, tashmë që po afro në cave. Dojnë ma play të nxajsëm sikur se më herët. Sinops. Trade i shpejt për Gencin për kemi përsëri lejtarën e exekutor. E Sinopsi i sakt. Për 2 eliminimet shpejta këtu Sinqja. E shojmë Rigon gjithçka në duart e tij në këtë round, exekutor dhe Texi. Dyshja në drejtim të Rigonit pra nga pozita e Amen. Rigon. Opa, i shpejt në këtë headshot fulja vazhda Rigon. Pik tjetër për Bad News Eagles. Pika 7. Mbeten edhe 2 raunde këtu për pjesën e parë. E po në mënyrë mjaft të lehtë arrin bëj hold në fund offside Rigon. Tashma nga Rigoni, largohet nga pozita e midit, do t'jetë vetëm GX në hold pra prej Red Room, Sener në boost drejt Amenit. 5 lojtarë të mbledhur në elbow nga ekipa kundërshtare. Ku njëri nga ta ndodhet tashma në boost. Po në kontaktin drejt flatrës nga kundërshtari exekutor. Shojmë një kontakt nga ekipa kundërshtare për në banana. Në shojmë pra komplet pozitën e midit. Janë alt by, vetëm një AK hero pra nga lejtari i midit exekutor. Afron tashmë në këtë drejtim këtu. Rush beat, 30 sekonda të mbetura nga ekipa e rozve. Kontakt mes exekutor dhe Sinopsit. Dima Flatrës me molotov vazhdon këtu Flatro. Në lejtari i parë Kinky. Largon nga Bamen, ishte vetëm një fake, 20 sekundat e fundit që do e përfundojnë këtë round në offside tashmë me play për në donat ekipa kundërshtare. Sener i fokusuar vetëm në Amen. Kërkojnë Senerin këto, lojtarët kundërstar. Vazhdon Rigon anën tjetër nga Citya. Eliminohet Rigon dhe Sener. Jax mjaft mirë këto në kill për kundërtarin exekutor dhe në fund për lojtarin Texi. Double kill i Gencit, double Rigon dhe vetëm një eliminim nga Flatro. Pika e 8 e bënes. Raundi i fundit tashmë këtu për pjesën e parë në City Side. Presim edhe një pikë tjetër, shpresojmë për pikën e 9. Genci nga pozita e jungle të mjaft mirë eliminon lojtarin e midit exekutor. Një gabim shumë i madh nga ana e tij. Në reagim nga pozita heaven tashmë është edhe Zini po ashtu. Eliminohet dyshja nga Rigon. Por se ndalet edhe Flatro. Nuk arriti ta kaloj edhe smokun Flatro, por ishte vetëm një spray që u lëshua për të i smokun nga pozita brenda kevit. Ua Flatro Sinops mbetet i vetëm një kundër 2 kjo situatë. Njëri nga lojtarët kundërshtar ndodhet në lloj shtëpi. Se po ashtu po arrin edhe plantin e bombës, llarkeri Texi. Dhe lojtari tjetër Kiro. Njëri nga ta në dëna, tjetri në offside. Afrohet Sinopsi
Side. Vazhdoj fillimisht në donat. Fiksi në momentin e fundit nuk lejon pra Synopsin që të vazhdoj dhe në fund për këtë round. Nice try nga Sinqia, pika e 4 në T-side nga Rashbi. Tashmë momenti tyre për në City side, Bad News Eagles. Të gatshëm për në T-side. Një kontakt nga ekipa jon për në banana. Shohet për në pasajta të Bad News që dalin mjaft shpejt nga double kill i Texit, Kinky dhe Zini. Pra ishte një explode në tentim prej ekipës son. Shohim edhe braketin, mos i përfundoj mapa Ancient, herët të me shqit braketin, sepse nëse nuk arrin fitoren, atëre Bad News Eagles do të përshëndetet. Force by nga ekipa jonë. Ne shohim një play të Senerit. Drejt Kevit ku ndodhen 2 lojtarë kundërshtar, Kiro dhe Kinky. Bashkë edhe Zini, pra 3 lojtarë janë në hall për të bërë sajt. Në këtë drejtim e ka vendosur Bad News Eagles që të shkojnë deri në fund. Shohim Sener. Tenton në Tech 9 Tajë i killing të qaza. Kanë Sener në tinka. Kinky që mjaft mire shfrytëzoi rastin këtu 2 Synop dhe Flatro futën në both side Bad News Eagles. 3 lojtarë gjallë nga ekipa jon. Dhe nga Rashbi mbetet vetëm Texi këtu, i cili eliminon Synopsin. Një trade për bashkëtarën e tij Executor. Tashmë Jax dhe Flatro do t'jenë në hold për bombën që është bërë plan pra këtu në both side. Afro Texi. Kërkem për Flatro dhe Gensin. Super Flatro dhe Synops. Me 3 eliminime nga ky i fundit dhe double kill i Synopsit. Kundër përgjigje shpejt nga Bad News Eagles. Përsëri në both side që përfundoi edhe ky round. Shohim një play të shpejt nga Met nga Paneja për pashtonë nga ekipa ndërtare, lojtari Executor në double kill. Vazhdon rigor në trade për Synopsin dhe Sener. Gjithçka barabar 3 kundër 3. Lojtari As Kira afrohet në Amen. Kinky i gatshëm të bëj ping nga pozita e Kevit. Shohim Kinky tashmë me këtë timing që shpëton. Anë tjetër lojtari Zini me full push nga prapa. Probleme për Bad News Eagles. Apo jo është Flatro që hap rrugën për në A side. Eliminohet Jax. 2 kundër 2. Kinky dhe Zini afrohen tashmë në donat. Eliminohet Rigon. Një play mjaft i shpejt, headshot. Shumë i shpejt nga lojtari kundërshtar Kinky. Mbetet të shihet ky duel mes Flatros dhe lojtarit Zini, i cili po qëndron në Red Room. Eliminohet Flatro. Deshtë më herët pra që me u kuptu edhe loja e ekipës Rashbi apo kundërshtarëve, e pam në Force by në 5-7 pranë midit lojtarin Executor që realizoi atë double kill. Pra duhet pritej një push nga të gjitha pozitat. As një lojtar, as Flatro, as Rigoni, as Genci në hold. Por T-spawn play. Ndoshta dhe ai play e këtoj roundin për ekipën kundërshtar. Zini tashmë në këtë spray realizon double killin.
triple kill nga lojtari Zini. Flatro kanë killin, por nuk ja dalin këto Bad Eagles, është një ace për kundërtarin Zini. Latro dhe GX në hold drejt bananas. Fronë main të dysha Synops dhe Senar. Do të realizohet një boost. Jo, kemi një full ping nga Synops. Arrin të kalojnë këtë smoke Bad Eagles. Shohet një smoke tjetër për në Donat. Janë edhe killing nga ona e Flatro dhe Rigo, super! Spray transfer nga ona e Rigonit. Tash me eliminot edhe Kiro me trejt e Synopsit për Senar. GX që ndëgjon hapat e ti, pra me këtë AVP vazhdoj me bomb dhe në fund për në outside Genci nga prapa lojtari Kinky që ka arrit ket një kill pra drejt Rigonit. Në main Kinky shpëton atë GX në full pick Flatro. Dy elimnime pra entry nga Synopsi. I pam në drejtim të outside-it, fitot kjo round nga Sinqa. Pika 10 e bënes. Tjetër mundësi për full buy prej pasës e Rush B. Synops dhe Flatro lojë të shpejt drejt bananas. Bad Eagles nga banana për në play tek pozita e Donat. Vejtet vetëm bomba prapa. Shohim pra Gencin me C4. Të lashet marrë këto për Gencin sepse shohim ekzekutor dhe tekse tash më dysha në poshtë për në A-main. Eliminot mjaft mirë ekzekutor. Por kemi këtu Kiron që e sjell situatën në 4-3 për ekipën e tij. Eliminot tashmë dhe Flatro, Teksi. Në shumë pozitën e A-mainit. Eliminot Flatro, eliminot Synops, mbetet vetëm GX. Largohet nga A-maini Genci. Do vazhdoj dhe në fund për një save të AVP post GX. Ku i shohim ka mbet vetëm 15 sekunda për Gencin. Humbët pra dhe kjo round nga BNE-ja. Tentim play drejt as me 4 lojtar nga pozita e Donat. Respekte pa fund, kemi një disconnect prej CS-s. Shumë shpejt lidhemi me lojën.
Nuk arritën me përcjell këtë round, por një tjetër humbje për BN, janë shumë afër ekipa e Rush B që ta rikthejnë rezultatin nga 8-4 në bazëm ndoshta për 10-10 në mapën Ancient. Kemi një full eco nga BN-ja. Njëri nga ta që eliminohet pra është Rigon. Tentim nga ana e Snopsit me këtë blok drejt Red Roomit ku ndodhet kundërshtari Texi. Frot në cave të Flatro tenton që të kalojnë ndoshta edhe smokin. Bejt I vogël nga ana e Gencit. Kinki eliminon Snopsin, tashmë do të lëshon për në cave këto Bad News Eagles. Në site e bombës. Do të kemi një ekonomi më të mirë të Bad News Eagles. Raundi tjetër që po e presim shumë shpejt. Rezultat pra 10-10 barazim dhe rikthim nga ekipa e Rush B. Sinopsi me një entry kill tek pozita e Bananas, super Flatro. Largon nga loja 2 lojtar kundërshtar, mbetet vetëm snajperisti Kiro dhe Zini tashmë në hold për pozitën e bës. Afrohet në cave të kundërshtari Zini. Anë tjetër kemi një play nga ana e Flatros. Lëshohet për në Red Room, eliminohet kundërshtari Zini. Dëgjon edhe hapat e Kiros nga Flatros. Pika 11. Një pikë para tashmë BN-ja. Tjetër mundësi për full buy nga Rush B, dhe t'jenë gatshëm edhe për një tjetër round. Përsëri Colin Jackson në play të midit në vend të Flatros kemi Snopsin. Texi, full pick kapacita të natë. Vjen edhe tima e Flatros nga Rigon në trade për Snopsin që ishte shumë afër vdekjes këtu Sicja. 5-4 fillon ky round Bad News Eagles në entry. 4 lojtar në hold për Donat dhe Red Room, pra 2 nga 2 këtu. Lëshohet komplet bus side. I që ditëshëm kjo play nga ekipa kundërshtare. Kiro dhe Kinki. Unë nga pozita e longot apo në backline. Tari Zini tashmë në full pick drejt Flatros. Prisim Rigon. Dalet edhe Rigon. Ka 5-4 në 4-3. Në bus side tashmë Bad News Eagles. Mbetemi me këto 30 apo 40 sekunda, eliminohet Sinops, një nade
Rat smoke në short nga sniperisti Kiro. Front Jax në wall të backline-it. Jax dhe Senar kundrejt 4 lojtarëve kundërshtar. Njëri nga ta që ba front në cave, lojtari ekzekutor. Kiro, tjetër kill nga në sniperistit. Eliminata dhe Senar. Barazohet për sëri. Gjithçka 11-11. Rush B që nuk po lëshon mapën Airsen. Shpejtë kundërshtarët kike drejt cave-it. 3 lojtarë që e fillojnë falni rounding këtu në all për both side. Anën tjetër në elbow kemi vetëm Senirin, në A me një rigon 3 lojtarë po ashtu dhe nga BNA në banana. Trade për synopsin këtu Genci. Shojmë kundërshtarin Texi në boost tek boxi cave-it. Rikthej dyshja Senar dhe Rigon. Por në bo main. Zida sigur se e bënes këtu në hall për cave, pra nga dyshja Kinky dhe Texi. Eliminat 4. Eliminata dhe Senar vetëm Rigon. Dalet edhe Rigoni.